pyetja ishte? Dobit e dersit. Çka përfiton njeriu nëse vjen në ders? Mas pari, Sheh Uthejmini rahimullahu taala thot që njeriu kur vjen në ders, mas pari heq gjehlin prej vetes vet. Se secili nuk ka lindi ditur. Dhe fatkeqësia e madhe tek muslimanët për momentin është gjehli. Jo muslimanët në të batilin e tyre lexojnë. Nuk po du me I livdu në atë pikë se çfarë bëjnë ata në vecet e tyre, ku pa një foto, në vecet I kishin rëndit librat. Ishe jo muslimanët në për tren, në për autobusa, me libër në dorë. Përpara I theshin stripa. Qoftë dhe stripa sen thjesht ai lexon. Ty që ta ka dhënë Allah subhanahu wa taala madhështinë e Islamit, pse nuk e merr edhe me lexu? Me shfrytzu rastin. Në një si shta Sheh Uthejmini thotë që ti e hek gjehlin nga vetja. Pastaj, kur ta hek gjehlin nga vetja, që kemi bëti ma dje, kemi praktikua dje, dhe e treta kemi thirë familjen dhe rrethin ku tjetan. Dobia. Që është dobia? Ku po shkon? Pas kësaj, ka me loqe të posaçme, që Allah subhanahu wa taala I ka krijuar për çka? Vetëm e vetëm me shiku se ku po përmendet Allah subhanahu wa taala. Nuk po themi që nuk ka dhe dobi vllazni që nuk janë prezent në përdirëse të hoxhallarëve. Për shembull që në Evropë, ata se nuk kanë shumë hoxhallar që shka në Kosovë, po që knaqen ata kur shkojmë na atje. Vallahi knaqen, subhanallah. Ne këtu nuk e dim rëndësinë e hoxhallarëve. Ata knaqen. Mirë, por një sen ata nuk e marrin se nuk janë prezent sevapin e faljes mëkateve dhe mëshirës Allah subhanahu wa taala. Çështë tash pejgamberi sa më ka thonë, ka me laçe të posaçme, që çfarë? Veç këshyrin ku po përmendet Allah subhanahu wa taala. U përmend të familja filonit, të vlla filonit, të oda filonit. Mblidhen me lajket. Bon pal, tek Allah subhanahu wa taala. Edhe çfarë I thonë Allah subhanahu wa taala po të përmendin ty, çka po bëjnë ata? Thotë janë mbledh rreth librit Allah dhe po e shpjegojnë, po e përhapin dinin Allah azza xal, po e përhapin fenë Allah azza xal, fjalën tonë dhe arab. Thotë çka? Përfshi, thot, me falje dhe mëshirë. Përfshi. Bile hadithi, thot, nëse një person, subhanallah, edhe nëse nuk e ki njet, Allah po të përfshin me mëshirën e ti. Shkove rrugës, qëllimi jot është ty zatën vjen ndirse, çdo herë. Vllazin përgjithësi qëta që I kemi këtu, tankonin ndirse. Mi po që njoni, erdhe vetëm për shkak te që ti e thire, jo që po ka qef me ngu ders. Po thjesht hajt bre, po vjen filoni, po vje dhone. Po të bëjsh shni. Allah subhanahu wa taala e përfshin mëshirën e ti edhe nëse nuk e ke pas njetin me ardhë me ngu ders. Aha, se ma të vitë. Pastaj, takimet vllazni, në për oda, në për vendet ndryshme, ku përhapët dini Allah subhanahu wa taala, shkuarja në xhami, dëgjimi dersave në përgjithësi, dëbën që mos me deviju. Sepse dynjoja është glabruse, subhanallah. Kjo mos të ketë shkuptohet që mos me punu. Duhet me punu. Mirë po, duhet me gjetë edhe kohën, aqë sa mundemi, normalisht. Me është fështirë, ta nditën kur punon, për shembull, vjen ders të merë gjumi, subhanallah. Mirë po, mos mi humbë. Shkaku, që me përfitu, se dia është e gjonë, vllazin, vëllaj, dia është shumë e gjonë. Ku hishe, ku dalish, subhanallah. Shehul Islam ibn Taymije ka marrë libër duke shpjegu, për shembull, duke shkru një gjë, edhe tamam u shfut me një mesele, është nal te një pikë e një meseles, ka shku disa faqe, 10-15 faqe, pastaj është këtu ku e kalon. E gjonë është dia. Shumë është e gjonë dia. Randi kush që thotu në i ditë të nasenet, në fi. Vëlloj, a keni vrejt, çdo sen që po vinin ders, veç 3 apo dalin. E sa vjet jeni në nderse? Ibrahimi që 15 vjeta, sa vjet? E ju tash, që 3-4 vjet. Mirë po, sen e 3. Sen e 3 tanë kur mëson njeriu. Dhe ju boni sebe për të tjerët. Dhe kështu përhapët dini, vllazni. Kështu përhapët. Se këto takime janë të bereqetshme.
Të shqiptar takimet në për oda kanë qenë kuvende. Habib jenë marrë vendimet mëdhaja. Në kohën kër jemi konë të okupum gjishkive, apo? Në për oda të shqiptarve. E njëta gjodhe tash të shfrydzojmë, edhe pse tash jemi në liri, alhamdulillah, kërkush nuk në anguc, nuk kemi probleme, bëjmë davet, flasin, fol me maturi, ose mirë me gjërat e politikës, të shtetit, ko e djune, miru me davetin e popullit, që to nuk i asni problemi lejet Allah subhanahu wa taala. E valla nëse pak militantizohesh apo bën asi, ata akuzoj vetë, mos e akuzo kërkon tjetër kanë. Bën davet me fakte, me urtësi, kthej njerëzit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, që kjo është qëllimi yt. Që kjo është qëllimi i davetxhijut. Dhe kime pas shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.